Mjetet e transportit. Bicikleta. Ajo ka dy rrota dhe ecën kur shtypim pedalet me këmbë. Ne përdorim helmetën për të qenë të sigurt. Kjo është makina. Ajo ka 4 rrota dhe përdor karburant ose energji elektrike për të lëvizur. Me makinë shkojmë në shkollë, në park apo në pushime. Jaku po vjen autobusi. Ai është i madh dhe mbartë shumë njerëz. Na çon në shkollë ose në udhëtime të gjata. Ky është treni. Treni ecën mbi shina dhe është shumë i shpejtë. Disa trena udhtojnë edhe nën tokë. Ky është avioni. Ai fluturon në qiell dhe na çon në vende të largëta. Kjo është anija. Ajo lundron në ujë, në dete, liçene dhe oqeane. Ka anije të mëdha dhe të vogla. Tani le të bëjmë një quiz. Cili mjet i transportit bën bip bip? Pa mendohuni pak. Makina. Makina bën bip bip. Cili mjet i transportit fluturon në qiell? Avioni. Avioni fluturon në qiell. Cili mjet i transportit bën çu-çu? Treni. Treni bën çu-çu. Pa mendohuni pak. Sa rrota ka makina? 2, 3 apo 4? 4 rrota ka makina. 2 para dhe 2 mbrapa. Unë është akundëve, trekimet për fëmi.